Dhe ja ku jemi rikthyer në kuzhinën tonë për të vazhduar me gatimet e tjera. Kemi vendosur tavën me miell mistri dhe me presh, tani përgatisim Qofte me salcë të kuqe. Opa, marr. Qofte me salcë të kuqe, por jo vetëm, të tregojmë njëherë produktet se çfarë na duhet tjetër për përgatitjen e këtyre qofteve që do të kenë shumë shije në fund derisa ti përgatisim. Ju do të lexoni fillimisht listën me këto produkte. Ta afrohem që t'i lexoj pak më afër. Ju duhet mish i grirë 300-400 gram, 2 qep të thata, 3-4 thelpinj hudhër, 2 feta bukë të njomura në ujë, një vezë, gjysmë tufe majdanoz, koper pashtu, salcë domate, uthull, një lugë miell, vaj ulliri, spec djegës nëse i doni pak pikante, krip piper i zi. Salca e kuqe do të ketë 2-3 domate të mëdha, një lugë gjelle, salcë domate, një qep mesatare, 2-3 thelpinj hudhër, një lugë uthull, një lugë çaj sheqer, gjethe dafine, krip piper dhe vaj ulliri. Kjo është lista e përbërësve tanë. Tani, shtoj direkt masën e qepës. Nuk pres asgjë që të më ngrohet, as vaj, as gjë. Si që shikoni në vaj edhe pakës ujë. Shtoj mas kripe, pak mas piperi dhe i lë të tilla. Shtoj mishin e grirë. Mas kripe. Mas piperi. Pakos fare spec djegës. Një vezë. Një thelpi. Një deri në 2 thelpi hudhra në varësi. Sa mishit e madhe është, janë dhe thelpit e hudhrës. Masën e qepës. I largova të gjitha. Të pra për qoftet. Për t'i punuar. Normalisht që kam masën e bukës ose të thërmjeve të bukës, galetës. Filloj dhe e punoj. Pra, me brumin e qofteve dhe paralelisht përgatisim edhe salcën. Salcën e kuqe, me domatet kuqe, me salcë dhe ashtu përgatitur. Masën e salcës. Shtoj bukën e njomur ose galetën. Shtoj pakës uthull. Im pak kështu të buta. Pak vaj. Pra, në ndryshim nga ato qoftet e zakonshme që përgatisim, kemi shtuar edhe salcën e kuqe, si do të bëj një ngjyrë më të kuqe, u jep të më shije. Asgjë tjetër nuk shtoj. Kam një ngjeshje shumë të mirë të masës së brumit. Si duket sikur është brum byreku. Largoj një 2 masa që kam të qepës, që blenderi nuk i ka bluar mirë. Duket goxha e lidhur mirë, e mpiksur? Po, shikoja.
nga punimi që i është bërë produkteve, ngjeshja e tyre, shpërndarja aromave, e vlerave, lidhja e mirë, i bën edhe qoftet shumë më të kompakte, më të qëndrueshme. Më pas vazhdojmë. Tani sa kohë bëhet gati salca, qoftet edhe marrin pak brumi qofteve qëndron edhe bëhet qepa dhe qëndron. Merremi me salcën tani. Për salcën i lexuam, i treguam produkte, gjithsesi e tregojmë edhe një herë se sa të bëhet të zbutet edhe pak qepat, marrja të trajtën e vetë transparente dhe një zbutje mirë është dhe një salcë më e mirë. Shohim vetëm produktet e salcës poshtë, pra që ka të bëjë me domate, me salcë domatesh, nga ajo që është e koncentruar, një qep mesatare, 2-3 thelpinj hudhër, një lug uthull, pakës sheqer nga aciditeti i salcës dhe i domates, gjethet dafine, krip piper dhe vaj ulliri, pra për salcën. Kam shtuar tek qepa pak ujë, pak vaj, krip. Shtoj salcën. Nuk e ndihmoj fare me ujë sepse kam masën e domateve që kam kaluar në rende, në blender, si të dëshironi ju. Salsën e domates. Opsionale, shkop kanele, opsionale. Po, kryen një funksion të rëndësishëm se i jep një aromë fantastike salcës, piperi, edhe mbetet në fund. Masa e kripës dhe një pjesë e uthullës që pavarësisht se kemi atë ambientin acid nga salca, shëndet edhe uthulla e ndihmon më mirë. Pak pare spes, shumë pak, dhe e lëm në terezin e vetë, për jo tamam në terezin e vetë. Duhet të zi mirë salca domatja. Sepse më duhet edhe një thelpi ose një thalb hudhër. Tani unë besoj se është gati për qoftet, apo jo? Jam në rregull, duke e ajkosur pak sa me qumësht. Nuk e ishdor nga kjo gjë unë. Se dhe mine zbut pak atë shien e fort të salcës. Këtë krah. Do të shtoj një gjethe dafine. Pra, i kam limituar që të gjitha. Vendos kapakun. Filloj dhe punoj masën e qofteve. Do t'i japim tani formën dhe do t'i zjem, apo jo, të salca? Po. Marë nga një luk të tillë plot. Pra kjo është as të mëdhaja, as të vogla. Referimi. Duke pasur vaj, normalisht, që na ndihmon të shkëputet më kollaj masa. Më duhet t'i japim tani atë dorën e fundit, si të themi ne, për
Ti skuqe për t'i gatuar, pra nuk janë aq të mëdha, nuk janë dhe aq të vogla sa të bëjmë ato pashaqofte, sepse ato do të zjejnë aty dhe nuk do të kenë një proces skuqje të mëparshëm që të marrin procesin më të gjatë termik, ndaj dhe bëhen pak më të mëdha kur janë më vete që serviren si qofte me. Po të doni mund t'i shtoni në Arden, për shembull, po të doni. Por ajo është një gatim tjetër që ne sërish risikohem sepse kemi gjithë dimrin përpara. Tek salca po thua në Arden. Jep shumë shije, kumble. Normalisht duke shtuar pak reçel. I bën shumë mirë. Reçeli çfarë është tani? Reçeli hurmës. Po. Ky goshetimi shijes pekmezi i domates së thatë me mollën. Do t'ju themi një sekret, po. Nëse ne duam të bëjmë reçelin e mollës, shumë mirë kombinohet me domaten e thatë. Domaten e thatë që ne e vendosim në ujë, dhe molla duhet jetë gjysmë e kalbur, që pjesë që nuk ka nevojë që ne fare të shtojmë sheqer, sepse kalon në pjesën tjetër, ëmbëlsia kalon në pjesën tjetër që është e duhur. Aty ne kuptojmë që dhe mollët janë bio. Nuk mund të kalbë mollët kollaj. Po. Aty dhe mos jenë bio nuk është problem. Gërshetimi i domatës së thatë me mollën është gjëja më ideale dhe shumë vlera. Filloj sërisht, unë vazhdoj, sepse këto isha duke bërë. Rumbullakimin e qofteve nuk dua të shtoj fare miell, nuk kam nevojë për trashjen e lëngut, sepse lëngu qepa do zjej avash. Dhe nëse ne kemi orën e duhur të qepës që të bëhet avash, atëherë ajo është ideale. E pak që shtova 2 herë uthull, qoftë në brum, qoftë edhe tek qoftet. Qoftë edhe tek qoftet. Uthulla o t'i mbaj të buta? Po. Edhe t'u japi dhe shije po ashtu. Tani, do t'i shtoj një nga një. Kujdeso, pësë është s'ka problem. Kujdes. I lëm hapësirë, sepse nuk do vendosim lugë. Normalisht që rritet volumi i qofteve nuk qëndron kaq. Nga zjerja do të marri tjetër volum. Po kështu do t'jetë pamja përfundimtare e recetës së qofteve me salcë, të cilën sigurisht ju mund ta rimerni në postimet tona, në rrjetet tona sociale dhe po ashtu dhe në kanalin e Rezes në YouTube. Mjafton të klikoni Reze Dielli në YouTube dhe e keni të gjitha recetat në përfundim të tyre, pra direkt ato do të postohen në kanalin ton zyrtar aty. Ja ku jemi rikthyer në kuzhinën ton me recetat të përfunduara në proces pune, recetat të reja siç do bëjmë gështeja tani. Ja pamja përfundimtare e qofteve. Dhe shumë pak minuta do t'i lëm. Trumës, salca duhet t'jetë e mpiksur. Shikoj, prandaj thash nuk ka nevojë fare për miell, sepse qepa kur bëhet avash, normalisht që ka ato të mirat e veta, kollajxhit e veta. E marr dhe e largoj